O TikToku, përshëndetje. Përshëndetje TikToku. Ritakojmë sërish me një kafsh. Them Gilera GP 850 kubik, viti 2006-2009. Faktikisht Gilera këto motore ka bërë në 100 vjetorin e formimit të Gilerës, sepse Gilera Piaggio Vespa janë një korporat, një fabrikë, vetëm ndryshojnë dizajnatorët. Atëherë, Gilera GP me këto motor ka thyrë rekordin e skuterave, sepse është një nga skuterat, maxi skuterat më të shpejt në gjithë planetin. Tani, ky motor është 850 kubik. Është një motor që prodhon plot 75 kuaj fuqi. Ka një kilometrazh për 220 km/h dhe për dispozicion që t'i kapi kilometrat deri në fund. Realisht, për mendimin tim, inxhinierët italian ose Pepinot janë mbledhur dhe kanë bërë një çmenduri me këtë motor. Është një skuter me zinxhir, e shikojmë bashkërisht, por potencën që ka është vendosur zinxhir, duke qenë se është një motor shumë i çmendur në fuqi. Sot ky motor na ka ardhur për t'i bërë injektorët e benzinës. Ky motor është me 2 pistona. Pistonat i ka të montuar në këtë lloj mënyre, e shikojmë bashkërisht. Një piston na vjen në pjesën e lartë dhe një piston na vjen totalisht horizontalisht, një vertikal dhe një horizontal, është me 2 injektorë, një injektor këtu, një injektor këtu. Sot ne do të ndrojmë pompën e benzinës. Ka një pompë benzine 10 barshe, që shikoni që është një pompë tetë e fuqishme, dhe injektorët origjinal, montojmë injektorët origjinal të Piaggios. Piaggio gjendet në një grup sepse si në këto motor, si në çdo motor tjetër, ne operojmë vetëm me pjesë origjinale. Për këtë jeni gjithë bindur. Ndaj, duhet kuptoni që një motor i tillë nuk është motor, pakën për mendimin tim, për përdorim përditshëm, sepse është një motor vdekjeprues. Një motor tetë i shpejt, një motor që konsumon benzinë edhe fik edhe duke mirë. Ndaj që thjesht ishte një kuriozitet për t'u treguar se çfarë bishash vijnë në Çervolli. Faleminderit.